Ditën e djeshme ka pasur mjaft tensione mes protestuesve dhe policisë së shtetit pasi këta të fundit rrethuan kuvendin duke e goditur, pra protestuesit rrethuan kuvendin duke goditur me vezë deputet dhe ministra. Për të folur mbi këtë situatë, por edhe mbi ecurinë e protestës, kam të ftuar në një lidhje direkte kolonelin e njohur zotin Hajro Limaj. Zoti Limaj, faleminderit shumë për intervistën. Përshëndetje. Kolonel, si e pata të përplasje mes protestuesve dhe policisë në kuvend? Në emisionet e kaluara kanë trajtuar shkaqet e kësaj demonstrate dhe proteste masive mbarkombëtare dhe qëndrimet e Edi Ramës ka shityre dhe prej kohësh kam kërkuar që ashtu siç u bë në Sofje të Bullgarisë, në rrugë paqësore të rrethoj godina e qeverisë dhe kuvendi popullor, mbasi qeveria dhe kuvendi popullor nuk i shërbejnë popullit shqiptar, por është një organizatë kriminale e cila po shkatërron ekzistencën e shtetit shqiptar. Kështu që lëvizja djeshme që u bë deri kuvendi ishte një domosdoshmëri e vonuar dhe dy policët të cilët hoqën zvarr djalin e ri njësosi Vërnes duhet të arrestohen për shkeljen e ligjeve të vendit tonë. Kolonel, në fakt, a mendoni që protestuesit duhet kishin qëndruar deri në fund në kuvend dhe të mos linin deputetët të dilnin nga kuvendi? Deputetët e Partisë Socialiste hynë herët në kuvend, sepse dinin pengesë do kishin nga populli, por ata vetëm deputetë të popullit nuk janë, sepse nuk i shërbejnë popullit dhe kanë frikë nga populli. Po dishin të popullit dhe për popullin, ata uleshin me popullin për të dëgjuar dhe të zgjidhur këto probleme madhore. Prandaj, nuk ka zgjidhje paqësore me këtë qeveri dhe me këtë kuvend të zgjedhur me listat e mbyllura të Edi Ramës, të cilët janë këtyre shëmbëtorë të tija, dhe në mund të shpëtojnë Shqipërinë, të rrëzojnë kryeministrin, mbështesin atë i cili po e çon Shqipërinë në një krize shumë të thellë që po e afrohet në 97-2. Këtë qëndrim mbajti edhe Sali Berisha në 97-ën, kur populli u ngrit në këmbë për drejtat e tij që i vodhën lekët, dhe ai nuk jepte dorëheqje në qeverinë e tij dhe shohi Shqipërinë luftë civile, ku vran 3800 veta dhe Kombët e Bashkuara solën 7000 trupa ushtarake për të shpëtuar Shqipërinë nga luftja më teshme civile. Pra, është i njëjti qëndrim. Po të kishe pak gjak shqiptari Edi Rama, palere më demokrati s'ka, për shpëtuar adheun dhe populli shqiptar do kishte dorëheqjen më njëherë, por ai nuk e jep dorëheqjen se është zhytur shumë rënd me veprimtarinë e fshehtë që ka bërë për shkatrimin e sovranitetit kombëtar dhe nuk e lejon Serbia, Netanyahu në Izrael dhe Sorosi, për arsye se largimi i tij do prish gjithë marrëveshjet anti-shqiptare që janë bërë. Kolonel, në fakt, ka pasur reagime mjaft të ashpra nga deputetët e Partisë Socialiste, ku një ndër to ka qenë Erion Braçi, i cili ka reaguar mjaft kundër protestuesve, duke kritikuar policinë që pse nuk reagon ndaj tyre dhe pse i lejon që protestuesit të godasin ministrët dhe deputetët. Një njeri që ka kulturë perëndimore dhe ka parë botën, e shikon mjaft mirë se si protestuesi qytetar ngrihen në këmbë dhe trondisin qeveritë dhe pushtetet për të nuk u shërbejnë. Erion Braçi atë rahat se paguan populli shqiptar me gjakun e tij të varfër dhe në mund t'i kërkoj llogari Edi Ramës dhe ta rrëzojë nga pushteti, ku ndërshton qëndrimin e bijve dhe bijeve të Shqipërisë që kanë ardhur nga brenda dhe jashtë Shqipërisë për këtë tradhti
dhe këtë pire gjaku që i bën këtij popullit, kur pensioni mesatar në fshat është $106, ndërsa në qytet $200, ndërsa Erion Braçka merr $4.800 në muaj dhe Rama me $500.000 në muaj, $5.000 në muaj. Pra, është një klasë shfrytëzuese gjakpirëse, e cila po i pi gjakun këtij populli, që ky vend ka pasuri të jashtëzakonshme, por më i vjedhuri në Europë. Kolonel, si e keni parë agimin e Ramës gjatë këtyre ditëve dhe besoni që ai do reflektojë dhe do plotësoj kërkesat e protestuesve? Zgjidhja e krizës shqiptare nuk bëhet as me Edi Ramën, as me Berishën, as me sistemin aktual. Pra, kërkesa shumë e qartë është rrëzimi i qeverisë Rama dhe ndërtimi i një qeverie profesionistësh e paanshme të nivelit të leadership politik, ekonomik, diplomatik dhe ushtarak, për stabilizimin e përkohshëm të vendit dhe shuarjen në referendum popullor mas 8 muajsh, ku në referendum të kalojnë të gjitha ligjet dhe vendimet e qeverisë nga 92-shit deri më sot, si dhe të kërkohet populli miratimit që presidenti i Republikës dhe anëtarët e gjykatës kushtetuese të zgjidhen me referendum, pra të jenë pavarur nga politika. Ashtu se kryeministri më i suksesshëm të ketë drejtë të zgjidhet vetëm 2 herë si në vendet perëndimore dhe të rikthehet ligji i dënimit me vdekje për politikanët dhe qeveritarët që shkelin sovranitetin, tërësinë territoriale si bën Edi Rama tani, dhe qeveritarët që bëjnë krim të organizuar ekonomik, siç e ka Amerika, Kina, shumë është tjetër. Ndryshe Shqipëria nuk rregullohet. Mas i vitit kalohet në zgjedhjet përgjithshme të parakohshme me 80 deputet nga 140 80 dhe me lista të hapura dhe të bëhet vetimu i politikanëve të duke hequr të drejtën e gjithë kësaj klase politike të kandidojnë më për deputet se janë të kriminalizuar dhe faktet vërtetojnë që ata nuk mund të hyjnë më në politikë. Besoni që gjithë ky ndryshim i sistemit do vi me protesta paqësore apo duhet të kaluar dhe ndoshta në një formë më ekstreme në mosbindje civile apo pra si shikoni këtë imponimin ndaj Ramës? Rama atje po e shon. Pra vetëm 30 sa ditë që populli në rrugëm, vinë parlamentarët nga Europa, gjithë media kryesore botërore kanë objektiv Shqipërinë, institucionet ndërkombëtare shikojnë një kërcënim të sigurisë që në Shqipëri dhe në rajon, dhe Edi Rama nuk largohet sepse di fundin e tij dhe merr komandat nga Netanyahu, nga Vučići dhe nga Sorosi. Pra, e kanë thënë dhe e shpreh, po e shon Shqipërinë deri në 72 që bëri Berisha, që nuk dha dorëhojë qeverinë e tij dhe vuri përplasi popullin me ushtrinë, shkatërroi shtetin dhe forcat armatore të Shqipërisë dhe krijoi krizën më të madhe sa Kombet e Bashkuara dërguan 7.000 trupa për të shpëtuar Shqipërinë nga luftat civile. Ta janë vazhdues të njëri tjetrit. Dhe ky kërcënim duhet shmangur në çdo kusht. Kolonel, pati dhe arrestimin ditën e djeshme ku tani përgjegjësi të madhe ligjore ka gjykata kushtetuese dhe SPAK-u, masi gjykata kushtetuese sipas kushtetues duhet të anullojë menjëherë marrëveshjen e Sazanit dhe Zvërnesit, sepse neni 1, neni 2 dhe neni 3 kushtetues ka përcaktuar detyrimin e saj për ruajtjen e sovranitetit dhe tërësisë territoriale, që sot Shqipëria nuk është më 28.000 km2, sepse Edi Rama ka dhënë të huaj vet. Dhe gjykata kushtetuese flëgjum kur akuzat i kanë mbi tavolinë të firmosave me vull të institucioneve të jo qeveritare. Ashtu si dhe SPAK-u ka mbi tavolinë akuzat zyrtare të dokumentuar me firma dhe vule dhe bën një hap e dy mbrapa, nuk godet kokën, po godet skalonën 2 dhe 3. Pra, ne ua kemi thënë me shkrim, një ditë Edi Rama do bjeri, por dhe këto institucione do vjen para ligjit për mos ndërhyrje në kohë për detyrimin ligjor që kanë për zgjidhjen e krizës. Kolonel, pse SPAK-u po heziton sipas jush që të ndërmarrë veprimet më tejshme? Sepse siç e thash, edhe SPAK-u nuk e kryen detyrën në lartësinë e duhur,
po godit elementet e dytë të skalonit, duke bllokuar 200 milionë euro ose duke arrestuar një fare, kur Koka është kryeministri, të cilin duhet ta thrasë urgjentisht në SPAK për fillimin e të hetimit me dyru kryeministit dhe pastaj të kërkojë heqjen e imunitetit dhe arrestimit të tij. Kështu funksionon shteti demokratik ligjor në gjithë vendet e botës. Anglia, vendi që shkëlqen, në 10 vjet ka ndryshuar 7 kryeministra vetëm për ndryshim konceptet zhvillimit të vendit. Ndërsa Shqipëria, shqiptarët janë kthyer sklever, të robruar nga qeveria Rama, ku e cila po e vjet gjithë pasurinë kombëtare, po krijuar një oligarki ekonomike financiare dhe vendi mbuluar mbi jetesë. Dhe SPAK-u në vend godas kokën, ndërsa gjykata kushtetuese flë gjumë do përgjigjen ditë para ligjit. Kolonel, besoni që le të themi Shqipëria do vi një moment që të mos jeti largët që gjitha këto që ju thatë do realizohen dhe kush është ajo pengesë e madhe që duhet ka përsyer që të realizohen këto? Spastrimi i kësaj klase politike anti-shqiptare, të cilët politikën e përdor për pushtetin personal dhe për vjedhjen masive të organizuar të pasurisë kombit, e cila solli padrejtisht genocidin ekonomik. Ku nga genocidi ekonomik u largua nga Shqipëria 2 milionë 100.000 shqiptarë braktisë në dheun, sa 780.000 pensionistë flasin rrugëve nga pensionet e varfërisë që jep Edi Rama, ku qeveria jeton në qiell me paradoksi galopante dhe kanë pushtuar Bregdetin me vila dhe makina luksoze. Pra, është një konflikt kontradiktor shumë i rëndë, konfliktual, e cila në qoftë se nuk i thret mendjes Edi Rama largohet, do sjell pasojë të sigurisë kombëtare dhe sigurisë njerëzore. Kolonel, një nga zërat e tjerë të Partisë Socialiste kundër kësaj proteste dhe mjaft i ashpër ka qenë zoti Tauland Balla, i cili në shumë raste ka sulmuar dhe protestuesit. Tauland Balla dihet kush është, ku ti shërben dhe çfarë akuzash ka kundër tij. Tauland Balla është krau djathtë i Edi Ramës dhe së bashku me të dhe gjithë vendin që meriton. Si pat arrestimin e Dritan Goxha ditën e djeshme, a ishte një lloj hakmarrje ndaj asaj çfarë ai lexoi në protestë? Jo, ishte një veprim kërcënues psikologjik që i bën demonstruesët të mos i afrohen kuvendit, por të frikësuar që populli do vazhdojë të ngrihet këmbë, ashtu që e rrethuan komisariatet, se të 8 arrestuar, të 6 arrestuar i shuan 2-2 në komisariate dhe bravo qoftë të arrestuarit që avokatin e popullit nuk e pranuan të takojë me ta, se është avokati që ka zgjedhur Edi Rama. Kjo është pjesë e kësaj strukture politike dhe shtetërore anti-shqiptare, anti-kombëtare, nga më të rrahtit në historinë e Shqipërisë. Një gjë, kush lexon me gjakstësi, ja çdo lloj pasioni partjak dhe vetjak, vetëm me shifra dhe fakte, qeveria Rama është qeveria krimit ekonomik dhe më hajdute që ka patë Shqipëria nga viti 1912 deri më sot. Është qeveria më tradhtare sa Mezogu, sa Mazogu dha gjithë vogël, nësa ky edhe ai shumë strategjik të mbrojtjes së Shqipërisë dhe të Otrantos dhe gjithë bregdetin e Shqipërisë nga Butrinti në Zvënes. Pra, kemi të bëjmë me një shfrytëzim masiv të gjakut të popullit me vjedhje dhe kemi shkatërim në sovranitetit të kombit shqiptar, tradhtia më e madhe kombëtare nga 1912 deri më sot. Si e shikoni, po themi, partinë opozitare, pra Partinë Demokratike dhe kreun e Partisë Demokratike në këtë protestë? Janë bashkëpunëtorë dhe vazhdues njëri tjetrit. Të dyja duhet të fshihen nga faqja e historisë politikës shqiptare dhe të dy do të marrin dënimin që meritojnë. Ndryshe neve të iki një vit tjetër nuk ka zgjidhje Shqipëria. Këto dy parti, tha shumë mirë Andi Bushati, dje për Partinë Socialiste, duhet të mbyllet nga gjykata që një organizatë e krimit politik dhe ekonomik, ashtu që ishte dhe dikur PD-ja. Pra, këto dy parti duhet dalin të jashtëligjshme, kjo klasë politike nuk do të ketë drejt kurrë më të jetë pjesë e kuvendit dhe qeverisjeve
dhe në Shqipëri të vinë djemë dhe vajza tona të shkëlqyera, djemë dhe vajza që të marrin pushtetin në dorë, të shpëtojnë atë dheun nga kjo klasë trashëtare. Kolonel, në 4 korrik është paralajmëruar përsëri një protestë masive pasi do vide diaspora për të marrë pjesë. Çfarë parashikon kjo protestë dhe çfarë do sjellë? Po të shikosh me vëmendje qëndrimet e gjithë medias botërore të cilën ndjek me vëmendje dhe hyn në Amerikë, hyn në Turqi, hyn në Itali, 3 gjuhët ju në njoh shumë mirë dhe kanë punuar si diplomatë, shtangem. Emri Shqipërisë, Shqipëria e bukur që ka Shqiponjë, e denigroi Edi Rama. Është bërë objekt turpi për gjendjen për që kalon vendi. Ne e kemi pat detyra shtetërore dhe për një të vogël jemi shmangur. Dhe unë kam pat funksione shtetërore që mund të kisha avion dhe eci në këmbë, se s'kam pronur kafe. Kisha makinët CD dhe ma kërkonin mafia ta shfrytëzonin dhe i largoja. Vinin mafia për viza amerikane dhe i largoja. Dhe sot eci shumë i qetë në këmbë. Natyrisht jetojte në kushtet mesatare të një intelektuali dhe një kuadri, po këtë që i bën kjo band kriminale, tratare, është e llatarshme. Prandaj në televizor njëherë kam thënur, edhe Miloševićin ta kishim marrë me helikopter nga Beogradi, ta kishim sjell kryeministin e Shqipërisë, ato që filloi Berisha dhe i vurin Rama, nuk e bënë dot Miloševići, është tradhti e tejskajshme. Kolonel, ditën e sotme, Zoti Rama ndodhet në Gjermani, ku është pritur me protesta dhe atje. A duket sikur shqiptarët e diasporës kanë vendosur që kudo që Rama të jetë do e presin me protesta? Edi Rama është nor grata në gjithë Europën, nga gjithë politikanët dhe shqiptarët dhe popujt e Europës. Ju e shikoni që vinë parlamentarët europianë, e shumë të tjerë marrën pjesë në demonstrat, ai është tani një emërtim diktatori, e bëjnë gjithë analistët huaj, i cili po shkatëron Shqipërinë dhe si pjesë e Europës është një gjoll e zezë. Ndërkohë do t'ju pyes edhe lidhur me gjobitjen që i bëri policia e shtetit emigrantëve të cilët protestuan në Tiranë. Si shikoni këtë veprim të policisë? Cilëve emigrantë? Emigrantët të cilët erdhën nga diaspora, nga Gjermania, nga Anglia, protestuan para kryeministrisë dhe pasi u larguan në kufi, panë që ishin vënë gjob 100.000 lekë nga policia e shtetit. Ky është misioni i Edi Ramës, të bëj presion të gjithanshëm, psikologjik, ekonomik, fizikisht, byqët i trëmbon, populli shqiptar nuk trëmbet më. Unë përpara se të fillonte demonstrata e madhe në Zvërnesit, në Vision Plus, duke argumentuar situatën, ju drejtua popullit tim të Vlorës. Prindrit tanë të Vlorës hodhën në det Italinë fashiste, se pushtoi Vlorën tonë dhe Shqipërinë. Ndërsa sot do të hedhin në det Edi Ramin, që ka falur Sazanin, Zvërnesit e tjera, ngriu një vronja të shpëtojnë Shqipërinë. Pra, si ishte mundur që unë një kuadër i cili shtetim ka vlerësuar të bëj këtë thirrje kaq të dhimbshme. Pse mos mendoni juve kam të lehtë unë të flas tani, ta shoqërohet kryeministri i Shqipërisë kundër, e flas nga halli, se shikoj vendin tim të dashur, që mund të jetoja ku të doja dhe u ktheva në dheun tim që linda dhe u rrita, se ku përfundoi një kontrati kombëtare. Pra të gjitha deklarata unë i bëj me dhimbje, se nuk doja kur që vendim të vi këtu, po jam i detyruar të shpreh realitetet për të shpëtuar atë dheun tim të dashur. Kolonel, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi, të uroj ditë mbar.